Rikthehemi sërish në studio dhe do të vijojmë të flasim për pushimet, por në këtë pjesë të programit do të flasim për pushimet e luksit, dikur dhe sot. Duke sikur sot ka kaq shumë mundësi, po kush mund ta prek atë turizmin apo pushimet luksoze? Do të bisedojmë me Teuta Borova, e cila është udhëtare profesioniste, gjithmonë kënaqësi ta mirëpresim dhe ta kemi në studion ton. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Si gjithmonë. Duket sikur sapo ke ardhur nga një udhëtim. Po, kthehem nga vendet balltike. Dhe shkon? Dhe mbyll me Suedin, më kishte marrë malli dhe s'kisha menduar ndonjëherë që do kishin fluturime. Këto janë luks për ne udhëtar, që të vija direkte nga Stockholmi në Tiranë me çmime shumë komode për xhepata dhe shkoj pas nesër në Madeira. Në institut luks janë çmimet e mira që ti mund të bësh sa më shumë. Luksi është iluzion. Po. Për mua kam një parim, disa ushqehen me... Nëse nisim ta flasim bashkë, do t'i kthejmë përgjigjen e fundit kësaj teme. Patjetër. Kështu që të mirëpresim edhe të ftuarit e tjerë. Skirdi Faria na bashkohet për herë të parë në Living Day këtë sezon televiziv. Mirë se vjen, doktor. Është kënaqësi. Shumë kënaqësi edhe për mua. Pushimet e luksit janë një iluzion? Unë nuk jam shumë luksagjisi, thonë asaj punë, dhe bëj pushimet të thjeshta, por ndoshta ato pushimet e mia për dikë tjetër mund të jenë edhe luks, sepse ka njerëz të varfër të cilët nuk je lejon dot vetes. Megjithatë në bisedën do ta nisim pak me nostalgji, na bashkohet edhe Edlira Birko, gazetare, kolege, shumë kënaqësi të të mirëpres. Bruna. Mirë se vjen, të shkon shumë ngjyra blu. Po, duhet përshtateshim pak me ngjyrat që ofron Bregdeti, deti, që kështu po i afrohemi pushimeve, një pjesë do i kenë nisur, besoj, por ne duke qenë gazetar, se si na duken pak si larg pushimet, të cilat janë zakonisht në muajin gusht. Ne sot panelin e kemi zgjedhur me shumë vëmendje dhe me shumë kujdes, sepse dëshironim të bisedonim me personat të cilët e kanë përjetuar dhe jetuar pushimet edhe për para viteve 90 edhe pushimet sot. Dhe dua ta nis me dikur. Çfarë quhej atëhere të bëje pushime luksi? Që nga marrja e një flet gabine, kjo krijonte një... Domethënë që ke gabina quhej një luks, sepse jo të gjithë kishin mundësinë të kishin atë fletën e gabinës, sepse në raport me numrin e gabinave që ishin flasim për plazhin e Durrësit, ne që ishim të lindur në Tiranë, në proporcion, në raport me popullsinë, kishte një desnivel shumë të madh. Pa folur pastaj për mundësinë ekonomike, jo të gjithë kishin mundësi ta paguanin atë fletë gabine, por ne na kujtohet edhe pse në ato kondicione që na vinin a merrnin ato makinat, po me fërnella, me çarçafe, me gjitha me vete, ne quhej luks Durrësi, sepse uji mbushej larg, domethënë e bënim dushin ashtu aty te këmbët që i lanim para se të hynim te kabina për ato. Domethënë kur i shikojmë sot fotot, na duken themi o Zot, si kemi qenë të lumtur në ato kushte, por që kemi qenë shumë të lumtur. Pra, po thua se luks së pari ishte të shkoje me pushime. Bravo, jo të gjithë e kishin mundësinë dhe vazhdojmë që të jemi një shoqëri që dhe sot e kësaj dite jo të gjithë e kanë mundësinë. Shumë njerëz bëjnë pushime ditore me familjen e tyre nëse jetojnë në Tiranë. Nuk e di ai treni jon vazhdon akoma Tiranë Durrës në diku shkon në tren. Duket se s'është. Mjafton edhe me Tiranën në Goca Lagji. Dhe ne kur ishim domethënë në adoleshencën tonë bëheshim një grup shoqërie dhe sidomos ditën e diel, sepse vetëm dita e diel ishte pushim, ktheheshim për ta shfrytzuar diellin, ktheheshim ngjyrë speci. Edhe na lynin mamat me kosë me këto bazë. Me kosë ose me patate, se edhe patatja me patatja kishte. Kurse mega luksi pastaj ishte një flet kampi që po do flasin edhe të ftuarit e tjerë, një flet kampi për çiftet e reja, sidomos kur martoheshin, kurse të preke pastaj turizmin e Sarandës, turizmin e Pogradecit, që njëra kapte dede dhe njëra kapte edhe Durrësi ka pasur. Adriatiku ishte më shumë për të huaj, dhe edhe aty ka pas një turizëm butrinte, sepse unë jam marrë me sport edhe një 2-3 herë kam fjetur aty. Kam qenë gjimnaste me Dinamon. Pra i ke përjetuar këto pushimet e luksit. Po, këto i quheshin pastaj te mega luksi. E që në pjesa e kavalishencës, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e... Aty shkon ata që kishin
prindrit oficerë dhe që arrin të merë të futë. Unë shiqur nga sporti, se Dinami ishte në Ministria e Brendshme, edhe bënim 10-15 dite kavalishenca. Këto kanë qenë bruna. Pushimet e luksit, i ke jetuar këto pushimet e luksit, pra ke shkuar me pushime për para 90-ës me familjen kështu në Bregdec, në Sarand, në Pogradec. Ja të them disa që mbaj mend. Prindit e mi kanë qenë të dy mësues. Babai ka qenë drejtor shkolle, mamaja ka qenë mësuese. Dhe bënte pjesë tek shtresa e mesme të themi, aso kohë, do thënë shtresa e mesme, edhe ajo fuqim derse nuk e kishte të madhe, sepse ajo ishte gjithë Shqipëria. Por rrogat, për shembull babai kishte rrogën 8500 lek të kohës së Enverit, kurse mamaja ka patur në mos gaboj 7200 a 7500 diçka e tillë. Ato dy bashkë do të thonë kishin një farë të ardhurash, ndoshta arrin të hiqnin 500 lekë në fund të muajit që ti mbledhin bashkë. Dhe në verë, nga që të dy, ishin mësues kishin 42 ditë pushim. Aso kohë funksiononte që punëtorët kishin 15 ditë pushim, inxhenierët kishin 21, kurse mësuesit, se mbyllej, vera ishte pushim 3 muaj, kishin 42 ditë, ishin më të privilegjuarit. Dhe shkonin me pushime. Mbaj mend një rast që kemi shkuar në Himar, po të shkoj në Himar aso kohë ishte komplekse, sepse ne ishim në Ballsh. Nga Ballshi do të shkojmë në Fier. Nga Fieri duhet të shkonit. Me çfarë duhet të shkonit? Me tren, ishte tren, nga Ballshi në Fier. E që ta kuptoj. Nga Fieri në Vlorë kishte tren, u bë më mbrapa, po bë me tren. Nga Fieri në Himar, nga Vlora në Himar, o do të gjej makina të rastit, jetojnë asaj pune, ose kishte ca taksi të vjetra. Ne në Himar nuk ishte, të thuash, hotele, ose s'na mbante xhepi për hotelet, apo kampe pushimi nuk ishte në atë kohë. Dhe kishte ca njerëz himariotë të cilët jepnin shtëpitë e tyre, jepnin me dhomat me qira. Unë mbaj mend, ishe i vogël atëherë. Përpara viteve 90. Po, në shumë qytete jepeshin shtëpi. Edhe shteti lejon. Neve ne kishim lidhur me një që kishim një Gjatciko, një plakaj, që s'është më i shkret tani, i cili na jepte atë shtëpinë vet që ishte mu sipër ku ka qenë një lokal që ishte si pistë edhe në det, do të kishte ato në det, më aty sipër kishte. Dhe pa i jepte një dhomë. Dhe nuk t'jepte as qarqaf, as ku t'i do dhome... Jo që tash dhe unë dhe i merje gjitha me vetë. Ja, duhet të shkoni të përgatitur. Po meri me vete me pjata, me luk, me piruj, me kazon, me që të gjërë dhe t'jo kështu. Dhe kur shkonim në plazh, kishim ca shkopin që ngulnim një qarqaf si për që lëdhë, dhe kalamajt futeshin pos qarqafit. Ja, po shohim një foto. Dhe të gjithë të tjerë të piqeshin në diell, nuk ishte peshqira plazhi që ta shtrojë në shesh për qarqaf. S'kishte as çadra. Unë ka filluar në Durrës, pastaj me fat ata që kanë realizuar këtë. Jemi nisur po thoya një herë, mbajmë se disa vite kemi shkuar atje, kemi nisur një herë mbajmë nga Vlora, nuk gjetëm makinat të rastit, thamu marrim taksi u pa kjo punë. Deri në Himar po kushtonte, se mbajmë të sa kushtonte. Prishe taksia në mes të rrugës, zbresim, presim aty, deri që kalon një makinë të rastit, po këto makinat të rastit ishin këto kamionët, o zisat, që kishin nga mbrapa, kishin kazanin si për që mbushish me, ku diun, ishin si këto kamionët më të vegjël, si këto që bëjnë këto mbeturinat, si të është këto të ndërtimeve të themi. Dhe si për në atje. Me një ato valigjet e kartonit që kishin atër të mbushën me pjata, me lukë, me pirujnë. Dhe kemi shkuar atje. Ka pas qenë shumë e virgjër zona. Unë mbaj mend për shembull që ne shkonim në këmbë nga Himara, bënim ekskursion. Familja, se shkonim edhe me hallë. Dhe gjithë perpecit e të shkuarit në Himar, gjithsesi ato quheshin pushime luksi për atë kohë, sepse ju kishit mundësi familjarisht. Fakti të bëje pushime do të ishte një farë luksi. Të bënit pushime në Himar, ishte luks, pavarësisht se shkoj edhe me zis. Ne kemi shkuar bënim gati si të thuash piknikun këto gjërat për të ngrënë, dhe nga Himara kalonim ferrave, dilim në Livadh, në këmbë. Pastaj nga Livadhi, ke parasysh Livadhin gjithaj Bregdet, kalonim përsëri, ngjiteshim lart ferrave dhe dilim në Jal. Pra bënim, kemi bërë, qoshim që në pikës mëngjesit dhe bënim ekskursion, dhe ishin bosh, nuk ishte njëri farë. Apo edhe në Filikur, unë këto brigje i kam parë dikur, duke zbritur si dhi maleve atë kodrave që ishin aty, dhe isha i vogël atëherë. Ishin të bukura, sepse fundit këto ishin ato pushimet që bënim ne. Pastaj, përse përket fletave të kampit, ishte luksi madhe. Fletat e kampit i merrnin vetëm çifte që ishin pa fëmijë. Unë isha çuni vetëm dhe
prindrit e mi kishin marrë flet kampi, por nuk lejonin fëmijët e vetë e vegjël që të futeshin. Dhe ato kishin atë në kat të parë, dhe unë futeshin nga dritare nga mrapa për të fjetur në darkë. Wow! Pra, ilegalisht në pushime me prindrit. Me familjen. Në Pogradec e mbajmën këtë gjë. Fletët e kampit në Pogradec, ka qenë shtëpi e punëtorëve që thoshin kampi punëtorëve atje në Pogradec. Dhe sa ditë qëndruat ju? Pa ty qëndrorim zakonisht 2 javë. E mori vesh njëri që është edhe një fëmijë vogël këtu? Jo? Nga dritarja djalë të tjera. Zakonisht në Shqipëri ka ndodhur këto gjëra, për shembull mbaj mend që kur i kam pas fëmijët e vegjël dhe mora një flet për tek shtëpia në Kavalishenca, po lejoj vetëm të ishe çift dhe kalamajt i vegjël kështu i fusnim edhe pas viteve 90 duhet i fusnim në mënyrë ilegale, edhe secili kishim 2 krevat edhe secili prej nesh mbante njërin prej fëmijëve, por duke qenë se edhe secili një krevat. Secili po. E kishim marrë në mënyrë të tillë që të kishim mundësi të flini me secili me fëmijët, se në një krevat dopjo nuk mund të flije veti 4, që kështu gjenim këto zgjidhje, por mua për shembull më kujtohet që në vitet e para kur kam qenë fëmijë, domethënë si erdhën në një lloj mënyre dhe ndryshuan pushimet e mia, kur kam qenë fëmijë atëherë duke qenë se i mati ishte artist në ansamblin e këngëve dhe vallëve, ai ka qenë institucioni më elitar artistik në vend dhe i zhvillonin pushimet së bashku dhe shkonin për shembull nëpër hotele, mbaj mend që në Shëngjin kur kemi qenë për pushime, flinim tek hoteli në Lezhë dhe aty ishin të gjithë artistët, për shumë mbaj mend Pjetër Gacin, Çezaden, apo të gjithë artistët me cilët i mati kishte kolegë në punë. Dhe pastaj dhe pastaj me qenë se u fuqizua turizmi në Shqipëri, sepse vinin edhe turistë huaj, pavarësisht të kontrolluar, për shembull në Hotel Adriatiku, shkonin dhe për shembull në turizëm në Pogradec, po kryesisht në Adriatikun e Durrësit dhe në Tiranë, atëherë ansambli nuk bënte pushime në verë dhe duhet jepnin koncerte. Dhe pushimet tona kur ishim, se ne atëherë kishim 3 muaj pushimi, fillonim në fund të majit edhe me 1 shtator fillon të shkolla ishin qershor korrik gusht dhe mbaj mend që 1 muaj më shkonte duke ndjekur babin në turne fund javave në koncertet që jepnin në Durrës. Pastaj 1 muaj shkoja në Shkodër se mamaja ime është shkodrane dhe nuk di një bukuri shumë e rrallë në ato shtëpitë karakteristike shkodrane ku njerëzit duheshin fort me njëri tjetrin dhe bëheshin gjithë fëmijët e lagjet dhe shkonim herë lajshim në Bunë, herë në Drin, nuk kishim kështu komardare dhe kpusnim nga ato fijet që janë tip barishte të gjata, i bënim tuf dhe ato rinin mbi ujë dhe ato përdornim për komardare. Por ka qenë një bukuri shumë e madhe se Shkodra me atë kulturën, ato rrugicat, aty figura të rëndësishme ku ti kontaktoje me artin sepse njiheshin familjet me njëra tjetrën dhe pastaj pushimet në Pogradec e kalonim pasi halla imi ishte mësuese, po i bënte pushimet në Pogradec. Pra boje pushimet të gjata, dhe shkoja tek halla në Pogradec. Shohim një foto në ekran? Me qënë se në solle në vëmendje komardare. Ato komardare që goma makinash. Atëherë, në ato kohë kishte edhe nga këta të cilët kishin njerëz jashtë. Zakonisht ishin këto familje që kishin nikur të kundërshtarëve të regjimit që ishin larguar. Dhe u dërgonin familjarëve të tyre her pas here o veshje o gjëra të ndryshme. Ata njerëz që kur shikojmë do i tek tuk që lahi në det me dyshek, nga këto dyshekët që sot i ke kështu të zakonshme. Atëherë neve këta na duke si bosa, sikur të qishë. Atëherë të kishte njëri jashtë shtetit që sillte një bluzë me një stamp apo i diçka që si ishte bluzë trikotazhi që ishte fabrikës. Ose një verë, ose një kapite, ose një palsyze. Robat e banjës. Po për veshjet si ja bëni te uta? Shika, për veshjet, nëse mua ndryshimi... Në një aksesor, në një kapele ndryshe... Kur ishim të vegjël më ndryshe se mjaftonin vetëm një palë mbathje, pasaj ti rritësh edhe kërkon të kesh bikini, po jak shumë e basme, i qepin në për robaj qep, se në kështu, po... Shiko, digjo, Bruna, gjithmonë është edhe ti komentojmë pak bashkë zgjidhja edhe zgjedhja, pa tjetër. Ja.
Këto ishin të asaj kohë, Sigurisht, në ato kohë, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë botën, sepse pak të më flasë për Tiranën, gjithmonë e kemi ndjekur modën. Ashtu e kemi parë raj në mënyrë të vërtetë. Çfarë ishte në modë? Te raj e shikonim, po pak kanale jugoslave shikonim, edhe Dalmacia dhe në atë kohë dhe në këtë kohë ka qenë gjithmonë shumë trendi. Vinin shumë turistë skandinav, shumë gjerman, zvicerian dhe i shikonim, në programet që edhe imitonit me Rai shqipej në darkë. Në Tiranë i punë zhurmusëri. Po ditën pas orës 10, se rëtushea deri në orën 10. Kanoqe të vitit e Jugoslavin, edhe Rai në i shikonim. Si shta dhe skerdi, po dikush lëviste një reviste fuste, e ndani mes njëra tjetërës. Pastaj kishte nga ata të cilët kishin njerëz jashtë sociale dhe kuptojmë këtë gjë. Unë për shumë e kam pasur fatin se i ma dilte çdo vit jashtë shtetit. Ajo ka ndonjë gjë të veçantë që e kujton. Një përpiqeshin ndoshta ta imitonin edhe shoqet e tua. Atëre për shembull sepse rriteshim në familje që përpiqeshin të paktën unë, megjithëse kisha babain artist, që të mendosh që edhe mendja hapur, po ishte shumë i kujdesshëm, ishte shumë i kujdesshëm, nuk kërkonte që të bie në sy, tentonte që dhe kur dilte jashtë të sillte një robë cilësore, po jo nga ato të cilat të tërhiqnin shumë vëmendjen, por mbaj mend që në 2 raste nuk ja doli dot që të sillte diçka për në plazh që mos tërhiqte vëmendjen. Kisha 2 palë rroba banje, që një palë ishin një ngjyrë, po, një palë ishin ngjyrë trëndafili me trup, dhe një palë ishin të verdha. Ato të verdhat ishin në kuptimin që tërhiqnin që larg. Dhe e shikoja që duke qenë se ndrisnin që larg, shikoja një nervozizëm tek familjarët e mi, sa u detyrova, domethënë tha, i mat një ditë me shumë stil, tha, shiko, tha, këto ngjyrë trëndafili të shkojnë më shumë, tha, këto të verdhat, tha, sikur nuk janë për ty, tha, a mund t'ja falim hallës, domethënë edhe por mbaj mend që duke qenë se ishin vërtet shumë të veçanta, doja apo zoje të tërhiqte vëmendjen. Unë e kuptoj që kanë qenë aq të veçanta sa ti e kujton dhe sot se ne ndan këtë episod. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi dhe do të flasim për pushimet e luksit sot. Po? Okej. Komplikohet situata.